Përshëndetje, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Në Gjirokanstër është përfunduar rikonstruksioni aksit rrugor Jonus Çuçi 7 Kronj, një investim që po pritet me mjaft pozitivitet nga banorët e zonës. Projekti realizuar në kuadër të mobilitetit urban dhe me një vlerë rreth 302 milion lekë, është pjesë e nismave të bashkisë për të përmirësuar infrastrukturën në lagjet historike. Bujqësia në rajonin e Gjirokanstrës po një hapa të rëndësishëm drejt modernizimit dhe një nga drejtimet më efikase është vatditja me pika, një metodë inovative që kursen ujë, ul kostot dhe rrit rendimentin. Në zonën e Dropullit, kjo mënyrë e re vatditje po aplikohet me sukses nga Klimton Beqari, një nga fermerët më të mëdhenj të dritit në Gjirokastër. Sektori shëndetësisë në Konispol forcohet me një ndihmë të re nga jashtë. Një autoambulancë dhurat nga qeveria çeke përbën një kontribut domethënës në përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore në këtë zonë, duke rritur ndjeshëm reagimin në kohë të personelit. Mjeti i pajisur me gjitha standardet moderne për ndërhyrje të shpejta në raste urgjencash do të qëndrojë në dispozicion të qendrës shëndetësore të Konispolit, duke mbuluar gjithë territorin e bashkisë. Fëmijët gjirokastrit duket se po japin një rëndësi të veçantë mësimit të instrumentave muzikor. Këtë ata e treguan edhe në koncertin organizuar mbrëmjen e djeshme në skenën e teatrit Zinistako, ku alternuar tingujt e kitarës, violinës dhe baterisë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në Gjirokastër është përfunduar rikonstruksioni aksit rrugor Jonus Çuçi 7 Kronj, një investim që po pritet me mjaft pozitivitet nga banorët e zonës. Projekti realizuar në kuadër të mobilitetit urban dhe me një vlerë prej 302 milion lekë, është pjesë e nismave të bashkisë për të përmirësuar infrastrukturën në lagjet historike dhe për të rritur aksesin për këmbësorët, banorët dhe vizitorët. Aksi rrugor Jonus Çuçi 7 Kronj, që lidh lagjen 11 janari me zonën e Meçites me një gjatësi prej rreth 800 metrash, falë zbatimit të projektit të mobilitetit urban, tashmë ofron një segment rrugor me të gjithë parametrat e nevojshëm për qytetarët dhe turistët që vizitojnë këtë zonë. Ky segment ndodhet në lagjen Meçite të qytetit të Gjirokastrës dhe tashmë ofron një infrastrukturë me pamje ndryshe, pra më të përmirësuar. Si kemi qenë përpara, ne e dim. As makinat, as këpucët nuk në rroni pale të tjera. Se jemi dhe moshe tretë atë orqef, faleminderit të gjithve që munduan dhe bën gjithë këtë sakrificë. Turistët, po, patjetër, të gjithë kalojnë. Rruga duket shumë mirë, ju lumë shiduart, rruga mbaroj, ka lezet, makinat po për bukuri, këmsorët, trotuaret po mbaruam, edhe ndryqimi vetëm duam që të na vënë stola të vënë anë mba në rrugës që të ulen pensionistat. Kjo ka zgjatur 2 vite, ka filluar në korrik 2023 dhe ka mbaruar tani qershor 2025. Vlera e projektit është 302 milion me TVSH, e cila ka parashikuar të gjithë sistemimin e shtresave të rrugës, të trotuareve, kanalizimeve, ndryqimeve e të gjitha. Dhe një parkim që është bërë në zonën lartë, pastaj dhe ndërhyrje në pjesën e kaldrëmeve. Gjatësia rrugës është 800 metra. Atëherë kjo jep një arterje të re Gjirokastrës për zonën e turizmit, që do jetë një akses i ri që parashikon që të vinë turistat parkojnë të parkimi, pastaj të shijojnë të gjithë zonën muzeale në këmbë, zonën e kaldrëmeve që ngjiten të sheshit Qerqisit, për nga poliklinika dhe për nga zona zerfikseve. Me përfundimin e këtij aksi rrugor tashmë, edhe distanca nga aksi kryesor drejt zonës muzeale shkurtohet së tepërmi, duke krijuar kështu lehtësi për banorët dhe vizitorët. Kaleja e Gjirokastrës ka shënuar një numër rekord vizitorësh për 5 mujorin e parë të këtij viti, duke mirëpritur mbi 53.455 turist. Këtë e bëri të ditur Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, e cila e cilësoi atë si kampione të monumenteve të kulturës në Shqipëri. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ndau edhe pamje nga kalaja, Kumbaro shkroi: Pik e floririt mbi malin e gjerë, kalaja Gjirokastrës, kampionja e monumenteve të kulturës
Për nga numri vizitorëve, ka mirëpritur 53.455 vizitorë në 5 muajt e parë të vitit, një thesar jo vetëm i historisë dhe kulturës, por dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Kjo shifër tregon rritjen e vazhdueshme të interesit për trashëgimin kulturore të Shqipërisë dhe potencialin e saj për të nxitur zhvillimin turistik. Bujqësia në rajonin e Gjirokastrës po një hapa të rëndësishëm drejt modernizimit dhe një nga drejtimet më efikase është vaditja me pika, një metodë inovative që kursen ujë, ul kostot dhe rrit rendimentin. Në zonën e Dropullit, kjo mënyrë e re vaditje po aplikohet me sukses nga Clinton Beqari, një nga fermerët më të mëdhenj të drithit në Gjirokastër, i cili ka mbjellë këtë vit 150 hektar me misër. Sot fermerët e jugut po përdorin mënyra alternative për sa i përket të vaditjes së kulturave bujqësore. Një ndër këto masa është edhe shtrirja e linjave të ujit për vaditje me pika, një metodë moderne që ndihmon në kursimin e ujit dhe të punës fizike. Clinton Beqari, një nga kultivuesit më të mëdhenj të zonës së Dropullit, shprehet se gjatë kësaj periudhe është angazhuar intensivisht për të siguruar vaditjen. Tani siç po e shihni edhe vetë, ne jemi në një fazë që si vjetë kemi hasur problem me punëtorët, nuk kam më punëtor, dhe jemi në një sistem tjetër vaditës, jemi sistem me pika. Do të trasësh nevojës. S'ka punëtor, në moment që s'ka punëtor, në qoftë se do të punosh, do investosh. Dhe kjo është investimi dur, se s'ke punëtor. Kjo është ideja. Ne si vjetë kemi diku të 150 hektar të mbjedha, misër, gjysmën e kemi me pika, gjysmën e kemi me punëtor. Si vjetë është një vit shumë i vështirë, se edhe kushtet atmosferike nuk na ka favorizuar, shirat nuk po bien, ka ndryshuar edhe klima dhe je detyruar që të vesh drejt kësaj. Dhe viti si vjetë nuk është shumë i favorshëm, nuk është vit bujqësor e quajmë ne fermerët. Sipas Beqarit, kjo metodë ka një kosto të konsiderueshme, por në kushtet aktuale ajo shihet si një domosdoshmëri. Ne si vjetë kemi në plan të bëjmë diku te 50 hektar. Me pika normale që ka, se janë puset, janë linjet e kurrendit, janë gjitha. Është viti parë, është shumë kushtueshëm. Pastaj vitet e tjera më pak shpenzime se i ke linjat gati. Clinton Beqari këto vit ka kultivuar 150 hektar me misër. Në gjysmën e kësaj sipërfaqe ka aplikuar sistemin e vaditjes me pika, ndërsa për pjesën tjetër do të angazhohen punëtor sezonal. Sektori i shëndetësisë në Konispol forcohet me ndihmë të re nga jashtë. Një autoambulancë dhurat nga Republika Çeke përbën një kontribut domethënës në përmirësimin e infrastrukturës së shëndetësore në këtë zonë, duke rritur ndjeshëm reagimin në kohë të personelit. Në bashkinë e Konispolit kam bëritur një dhuratë e çmuar me vlerë të madhe për shëndetin publik. Një autoambulancë e redhuruar nga një delegacion i prefekturës Pardubice të Republikës Çeke do t'i shërbejë tashmë komunitetit të kësaj zone në rastet e urgjencave mjekësore. Ajo do të mbulojë jo vetëm qytetin, por edhe të gjitha fshatrat përreth, duke garantuar ndihmë të menjëhershme në çdo rast emergjence. Në qendrën tonë dhe konkretisht në bashkinë Konispol ka ardhur një autoambulancë nga Republika Çeke për t'i ardhur në ndihmë qendrës shëndetësore Konispolit dhe të gjithë 13 fshatrave që përfshin bashkia Konispol. Kjo është një dhuratë shumë e çmuar, pasi zona ka nevojë, jo vetëm për një autoambulancë, po edhe për më shumë nëse do të ishte, e cila do mbuloj Xarrën, Shalsin, Markatin, Janjarin, të gjithë fshatrat me radhë, që janë larg dhe që për transportin do kenë nevojë për shumë autoambulanca. Autoambulanca është e pajisur me të gjithë parametrat e nevojshëm për ndërhyrje të shpejta dhe transport të sigurt të pacientëve. Ajo do të qëndrojë pranë qendrës shëndetësore të bashkisë Konispol. Problematika nuk kemi patur sepse ne kemi mbuluar shërbimin shëndetësor me autoambulancë që kemi patur në qendër. Tani që ushtua flotës edhe një autoambulancë nga Republika Çeke, do të jetë akoma më e favorshme dhe do të jetë shumë më aksesueshme për fshatrat siç janë Shalsi, Vërva, Janjari. Problematika e vetme është terreni, që autoambulanca e ka pak të, si të thënë, të sikletshme për të shkuar shtëpi më shtëpi, aty ku ndodhet rasti. Por që është gjetur zgjidhje, autoambulanca i plotson të gjitha kushtet. Është shoferi që është 24 orë në dispozicion, është mjeku dhe infermieri që bën transportin e pacientit,
Dhe autoambulanta i ka të gjitha kushtet që nga oksigjenimi, medikamentet brenda, pajisjet. Dhurimi i autoambulancës është një tjetër hap përpara drejt forcimit të infrastrukturës shëndetësore dhe bashkëpunimeve të dobishme me vendet partnere. 270 nxënës të klasave të nënta në Gjirokastër i nënshtruan sot provimit të parë kombëtar atij të gjuhës shqipe. Pas 2 orëve 30 minutave që kishin në dispozicion për ta zgjidhur, testi prej tyre u vlerësua nivelit mesatar. Dita e premte do të shënoj zhvillimin e provimit të gjuhës amtare nga nxënësit e pakicave kombëtare, ku në Gjirokastër do të testohen 8 nxënës në gjuhën greke. Kanë startuar sot provimet kombëtare të arsimit bazë me atë të gjuhës shqipe. Në Gjirokastër këtij provimi u nënshtruan 270 nxënës, që këtë vit mësimor përfunduan ciklin 9-vjeçar të studimeve në shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov. Në përfundim të testit, ata u shprehën se teza ishte e lehtë dhe koha 2 orë 30 minuta ishte e mjaftueshme. Përgjithsisht testi ishte shumë i thjeshtë, mendoj të gjitha nivelet mund ta bënin si test. Provimi nuk më duk shumë i vështirë, përgjithsisht kisha në fillim domethënë pak emocione, por më pas u lehtësua çdo gjë domethënë, po që i bërëm të tëra. Shumë pak emocione në fillim, nuk e mora me aq shumë stres, po që në përgjithësi ishte shumë i lehtë, na doli koha shumë i aftueshëm, madje e kaluam orën certifiket në fundi pasi kishim kohë të tepër. Testi ishte mesatar, çdo kush mund ta bënte. Klasa ishte e qetë dhe ishte mirë të përkushtoheshim. Po çfarë i vendosi në vështirësi të rinjt? Sigurisht pjesa më e vështirë është gramatika, por me përkushtim i bëm. Shumë ishte te gramatika dhe pak tek eseja, atja sa pakës vështirësi, po që i kalova dhe ato. Eseja që s'kishim kështu flet tjetër të papastër që të shkruanim, ta shtjellonim, atje mund të themi që asa pak vështirësi, po që të mësuesit ishin shumë të mira. Dita e nesërme do të shënoj zhvillimin e provimit të gjuhës amtare nga nxënësit e pakicave kombëtare, ku në Gjirokastër do të testohen 8 nxënës në gjuhën greke. Edicioni 27 i Miss Shqipëria 2025 dhuroi emocionet veçanta këtë vit, ku ndër më të spikaturat e mbrëmjes ishte kurorëzimi i më të bukurës shqiptare, Valentina Gegprifti, me numër 18. Në një mbrëmje të parueshme të mbajtur në Amfiteatrin e Tiranës dhe të transmetuar drejt për drejt në RTSH1, spektakli përcolli bukurinë e 25 vajzave nga të gjitha trevat shqiptare. Miss Shqipëria 2025 është vajza me numrin 18! Valentina Gegprifti është kurorëzuar Miss Shqipëria 2025. Edicioni 27 i këtij kompeticioni u përmbyll me një mbrëmje magjike organizuar në Amfiteatrin e Liçenit Artificial në Tiranë. Bukuroshja e cila arriti që të rëmbente kurorën e më të bukurës, duke shkëlqyer me inteligjencën dhe prezencën, nuk i fshehu emocionet. Jam shumë e lumtur dhe shumë emocionuar dhe jam krenare që do përfaqësoj bukurinë e Miss Shqipërisë. Falenderoj stafin, gocat edhe njerëzit, ju dua shumë. Faleminderit. Ishte fituesja e një viti më parë, Klea Lagonia, e cila i dorëzoi Valentinës stafetën, duke i uruar suksese në këtë udhtim të bukur, i cili për të rënë po gradecare sapo ka nisur. Në moderimin e Drita Zirit, Ermal Peçit dhe Ema Hila, ishte një spektakël i organizuar deri në detaje. Në garë ishin 25 konkurrente. Spektakli i kësaj mbrëmje ishte i mbushur plot me surpriza. Artistë të njohur si Casey Tola, Renis Gjoka, Devis Xherau, Randa Liboova, Ledina Çelo dhuruan spektakël me performancat e tyre në skenën e Miss Shqipëria 2025. Juria e këtij edicioni e përbër nga emra të njohur të artit dhe medias si Meridian Ramçaj, Zajmina Vasjari, Ledina Çelo, Chiara Tito, Eraldo Rexho, Elidon Haliti, Anila Basha, Greta Lila dhe Klea Langonia dhanë çmimet e tjera të këtij kompeticioni. Trupi më i bukur shkoi për bukuroshen Juna Latifi, Miss Buzqeshja për Elsina Canaku, Miss Elit për Dea Hilën, Miss Miqësia për Xholin Xhabeu, Miss Elegancë për Bleona Beshiraj, Miss Fotogenia Eloisa Lupo, Miss Social Media Diana Elmaslari dhe çmimi i publikut për Klea Sulejmanin. Në një mbrëmje të paharueshme të transmetuar drejt për drejt në RTSH1, spektakli përcolli bukurinë e 25 vajzave nga të gjitha trevat shqiptare. Kemi kurorëzuar më të bukurën e Shqipërisë.
Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër arrestuan në flagrancë një 17 vjeçar banues në Gjirokastër. Pasi dje, në lagjen 18 shtatori, dyshohet se për motive të dobta. Ka goditur me mjet prerëstik shtetasin GH 49 vjeç banues në fshatin Picar, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Thika u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Përmet referuan materialet në prokurori. Ku nisi procedimi penal për një 17 vjeçar banues në Përmet pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një bashkëmoshatar. Specialistët e seksionit të trafikut interurban dhe urban referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin ZH 30 vjeç banues në Gostivar, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet proceduriale i kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Është një ndjesi e veçantë kur një emër i madh i kulinarisë botërore si Jérôme Guérard, shef i njohur francez, flet me superlativa për Sarandën. Master shefi francez vlerëson mikpritjen shqiptare, kuzhinën vendase, por edhe ndjesi që i krijoi Perla e Jugut gjatë qëndrimit në Sarandë, ndërsa thot se këtë përvojë do ta përcjell edhe tek miqtë e tij. Është arsye për të ndjerë mirë kur një shef kuzhine shumë njohur në Francë si Jérôme vlerëson atë çfarë pa dhe përjetoi në Sarandë. Megjithse vizita e tij ishte vetëm disa ditore dhe kontakte të limituara, ai shpreh pa rezerva për përjetimet e marra në Sarandë nga prania dhe kontaktet që i mundësoi eventi këtushëm i çeljes së sezonit ver 2025. Stay here for 3 days. Jam master chef në Menton të Francës. Zotëroj edhe një biznes timin atje, kur më bë oferta nga kryetari i bashkisë për të bërë pjesë e Fish Festival, duke patur edhe një shop të vogël gatimi, me shumë kënaqësi pranova, sepse nuk isha që ndonjëherë në Shqipëri dhe në Sarandë. E pash këtë si një eksperiencë që do më vlente. Jam i mrekulluar që nga momenti kur mbërrita këtu, e para nga bukuria e qytetit që ndërthur kaq bukur mali dhe detin. Gjatë kohës që patëm mundësinë të kalojmë në Fish Festival, pam njerëzit që janë shumë mikpritës, pam traditën tuaj dhe vërtet më ka pëlqyer shumë si eksperiencë. The meat, the vegetable. Nga akomodimi buzdetit deri tek një tur i plot kulinarie që pati në një fermë, në një agroturizëm, kantinë vere dhe restorant të ngjashëm me ato me yje Michelin në vendin e tij, Jérôme thotë se çdo gjë ishte spektakolare gjatë qëndrimit në Sarandë. It was very interesting because Ishte spektakolare ajo që përjetuam gjatë 3 ditëve të qëndrimit këtu, duke filluar nga akomodimi i mrekullueshëm buzdetit për të vijuar me një tur kulinarie që ne patëm, me ushqim të freskët të vendit, me vizitën e një fermë në një agrobiznes, me ushqim tradicional shqiptar dhe pastaj me një gastronomi. Dhe gjitha kjo ishte një eksperiencë e mrekullueshme. It's like 1-star Michelin in France. I pyetur nëse edhe në Menton të Francës nga i vjen organizohet gjithashtu një event i ngjashëm me Fish Festival, ai thotë se atje bëhet festa e limonit. And it's the first time I come in Albania. Nuk kemi festë ngjashme si kjo e peshkut, por shtatur me traditën tonë, ne kemi festën e limonit. Ky ishte edhe momenti kur u njohëm me kryebashkiakun e Sarandës, i ftuar në eventin tonë në Menton. Unë jam shef i ngarkuar për përgatitjen e këtij eventi tek ne, duke përgatitur klasa gatimit të cilat ekspozojnë produktet e tyre. Ne kemi 2 festa të mëdha, atë në shkurt, që është festa e limonit, pastaj të qitros që është në prill, dhe të dyja shënojnë nisjen e sezonit. Këto impresione marrin edhe më shumë vlerë dhe ngarkesë emocionale pasi vijnë nga një emër shumë i njohur i kulinarisë franceze, që më parë Shqipërinë dhe Sarandën i dinte vetëm si pika në hartë. Fëmijët gjirokastrit duket se po japin një rëndësi të veçantë mësimit të instrumentave muzikore. Këtë ata e treguan edhe në koncertin organizuar mbrëmjen e djeshme në skenën e teatrit Zinisako, ku alternuan tingujt e kitarës, violinës dhe baterisë. Një koncert instrumental dhan mbrëmjen e djeshme fëmijë dhe të rinj gjirokastrit të apasionuar pas veglave muzikore. Ata interpretuan pjesë të kompozitorëve shqiptare të huaj në kitar, bateri e violin, duke shpalosur edhe punën e bërë në drejtimin e mësuesve të tyre. Një ngjitje në skenë do të thotë shumë për ta.
Jam shumë i emocionuar për të gjitha, nuk kisha idenë që mund të dilim kaq mirë, nuk e besoj. Jam shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur që kam marrë në këtë koncert, edhe kam marrë pjesë me kitarën klasike dhe me kitarën elektrike. I falenderoj shumë dhe i përshëndes. Unë kam shumë qejf aktivitetet, më pëlqen shumë që të marr pjesë në këto lloj aktivitete, është një kujtim shumë i bukur dhe jam e sigurt që pas 10 vjetësh do t'i kujtoj me shumë do të jetë një gjë shumë e bukur. Profesori Edmond Kogjoni thot se është i rëndësishëm orientimi fëmijëve drejt artit dhe muzikës, pasi u jep mundësi edhe të aktivizohen në organizime të ndryshme. Prindrit të lejojnë fëmijët të merren me art sepse i bëjnë shumë mirë. I japin përparësi jo vetëm celularit, po të merren me instrumentin sepse i zhvillon në shumë drejtime. Dhe shikon rezultatin ndoshta pak më gjatë sepse duhet shumë punë për të mësuar një instrument, por kanë përfitime të jashtëzakonshme. Dhe plus, duke qenë që ne jemi një vend turistik, të gjithë fëmijët mund të marrin pjesë në shumë aktivitete. Dhe jo vetëm të lozin vetëm në shtëpi, dhe puna që unë bëj është insiston më shumë në mënyrën për të lidhur me njëri tjetrin, të lozin disa instrumenta në një kohë, dhe të lozin jo vetëm muzikë klasike, po dhe pop, rock, blues, gjithçka. Ky koncert u organizua me mbështetjen e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi dhe e Bashkisë Gjirokastër. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshi.